Të nderuar koleg, sot do t'ju prezantoj një rast të sindromës Beckwith-Wiedemann. Pacientja vjen për herë të parë në vëmendjen tonë në javën e 14-15 e dërguar për shkak të zbulimit të omfalocele. Në nivelin e zonës së barkut vërehet qartë defekti i murit abdominal, përmes të cilit hernion një pjesë e zorrës së hollë me përmasa maksimale që shkojnë rreth 12 me 10 mm. Omfalocele është një keqformim i rrallë kongjenital i murit barkut, i shkaktuar nga moskthimi i zorrës në zgavrën abdominale midis javës së 6 dhe të 10 të shtatëzënisë. Kjo në 30 deri 50% të rasteve shoqërohet me anomali të tjera, përfshirë defektet e zemrës, anomali kromozomike si trizomia 13, 18 ose 21, ose sindroma gjenetike si ajo e Beckwith-Wiedemann. Duke marrë parasysh kufizimet e një periudhe gjestacionale kaq të hershme, në këtë rast nuk u konstatuan anomali të tjera anatomike dhe pacientja u dërgua për konsultë gjenetike dhe kirurgji pediatrike. Pacientja paraqitet sërish në javën e 19 dhe 5 ditë për ekografinë morfologjike, ku së pari vërehet dhe konfirmohet qartë prania e një omfalocele, brenda së cilës hernion vetëm një pjesë e vogël e zorrës së hollë me përmasat maksimale që arrin në 14 me 12 mm. Në nivelin abdominal është e mundur të vërehet prania e dy formacioneve amiogjene ngjitur në të djathtë të vijës së mesme, negative në collar Doppler, të cilat përbëjnë një dyshim të bazuar për kolecis të dyfisht. Bëhet fjalë për një malformim të rrallë kongjenital që prek rreth 1 në 4.000 lindur dhe që gjithmonë kërkon një konfirmim pas lindjes. Duke vazhduar studimin e anatomisë së këtij fetusi, vërejmë në nivelin e veshkës së majt një dyshim për dyfishim të sistemit, pra praninë e dy sistemeve ekskretuese, dy pelvisa dhe dy ureter. Bëhet fjalë për një anomali të zakonshme kongjenitale, shpesh e izoluar dhe në 15% të rasteve është bilaterale. Veshka e prekur në shumicën e rasteve ka një biometrik të rritur, si në këtë rast, që ka një diametër gjatësor rreth 25 mm, që përbën vlerën kufitare më të lartë për këtë periudhë gestacionale. Edhe kjo anomali, ashtu si kolecisti i dyfisht, ka nevojë për konfirmim diagnostik pas lindjes. Në të dy rastet bëhet fjalë për malformime benigne. Të dhënat, ndoshta më interesante të këtij rasti, dalin në pa kur kalojmë te profili fetal. Këtu mund të vërejmë disa lëvizje të veçanta ritmike të gjuhës, si për të kaluar përtej vijës labiale, një shenjë indirekte e makroglosisë. Vëreni gjithashtu se në këto klipe shihet që gjuha tenton të kalojë harkun alveolar. Zakonisht, makroglosia sjell pamundësinë e mbylljes së zgavrës orale nga fetusi. Këtu, siç mund shihni, goja ndonjëherë është e mbyllur, por kjo mund të tregojë se protruzioni i gjuhës është ende në një fazë të hershme, pasi shpesh është një shenjë me karakter evolutiv, që në sindromën Beckwith-Wiedemann shpesh bëhet më i dukshëm në javët 28-32. Makroglosia zakonisht shoqërohet me polidramioz, për shkak të vështirësisë së fetusit për të gëlltitur siç duhet, për shkak të pengesës mekanike që krijon vetë gjuha. Në këtë rast, lëngu amniotik është në kufit e sipërm të normales, me një xhep maksimal prej 61 mm dhe një AFI prej 21 cm. Kjo na çon të theksojmë karakterin e mundshëm evolucionar të makroglosisë dhe faktin që mund të jemi ende në një fazë të hershme të shfaqjes së saj. Rezultati i amniocentezës konfirmon dyshimin diagnostik për sindromën Beckwith, një sindrom e rrallë e rritjes së tepërt me bazë gjenetike. Kjo karakterizohet në një triad klasike e përbërë nga makrosomia, omfalocele dhe makroglosi. Nga këto, aktualisht në rastin tonë janë të pranishme vetëm omfalocele dhe makroglosia, megjithse ende në fazë fillestare. Rritja e tepërt fetale, që është thelbësore për sindromën, ende nuk është shfaqur, por theksojmë se mund të paraqitet më vonë gjatë tremujorit të tretë ose edhe pas lindjes. Ndër shenjat e tjera klinike të sindromës, të përshkruara në literaturë, ka edhe anomali të mundshme renale dhe në këtë rast kemi dyshimin për një sistem të dyfisht të renal në anën e majt, viseromegalin, e cila në këtë rast më mungon, e polidramionin, të cilin sapo e kemi komentuar. Në literaturë nuk është përshkruar një lidhje drejt për drejt me kolecistën e dyfisht, por kjo gjithsesi mund të konsiderohet si pjesë e një çrregullimi të zhvillimit të organeve endodermike tipike për këtë sindrom. Ju falenderoj për vëmendjen.